Edicioni 10 i garës kombëtare të kërcimit për të rinj. Kërcimi i dashurisë u zhvillua në qytetin e Fierit, duke shënuar një dekadë aktiviteti të pandërprerë në mbështetje të talenteve të reja në artin e kërcimit. Në këtë edicion jubilar morën pjesë 19 çifte të rinjsh nga disa qytete të vendit, 15 prej të cilave nga Fieri, çka dëshmon për rolin e qytetit si një qendër aktive e promovimit të artit dhe rinisë. Pas një gare të fortë, performancash të vlerësuara për nivelin artistik dhe teknik, çmimi i madh, vendi i parë i edicionit të 10 u fitua nga dy të rinj Flerak, Juela dhe Alkeo, nga shkolla Dekliu me koreografi të koreografit Mariglen Rama. Çmimi i madh u dorëzua nga drejtuesja dhe organizatorja e përgjithshme e këtij eventi, njëkohësisht drejtoresha e Artit, Kulturës dhe Turizmit në Bashkinë Fier, Adriana Mile. Sipas drejtuesës Mile, kërcimi i dashurisë është një investim i drejt për drejt në energjinë, talentin dhe të ardhmen e të rinjve Flerak. Edicioni 10 është triumfi i një dekade pasioni, emocionesh dhe sfidash. Triumfi të rinjve që guxuan të sfidojnë kufit e vetes dhe të moshës. Triumfi i një qyteti që zgjon ta jetojë dashurinë duke kërcyer. Ky është me të gjitha një moment krenarie i përbashkët. Krenari për rrugën që kemi ecur me afro 1.000 të rinj të talentuar në 10 vite. Sonde është një moment edhe falënderim. Faleminderit gjithë të rinjve të këtij edicioni që na e bën të lehtë sfidën me disiplinën shëmbullore. Organizatorët konsiderojnë këtë edicion si një nga kulmet artistike të historisë 10-vjeçare të kërcimit të dashurisë, duke konsoliduar eventin si një platformë serioze kombëtare për zhvillimin e talenteve të reja. Kërcimi i dashurisë, nisur 10 vite më parë si një aktivitet për ditën e Shën Valentinit, është shndërruar ndër vite në një event kombëtar, duke përfshirë qindra të rinj dhe duke kontribuar në zhvillimin kulturor të qytetit të Fierit. Me këtë edicion jubilar, eventi konfirmon vazhdimsinë dhe rëndësinë e investimit në rini dhe art si pjesë e një vizioni kulturor me impakt kombëtar. Juria e këtij edicioni përbëhej nga Arian Sukniqi, Joli Gjovreku dhe Keida Luga, 3 personalitete të botës akademike shqiptare në fushën e kërcimit dhe koreografisë. Ky event organizohet çdo vit në kujdesin e veçantë të kryetarit të Bashkisë Fier, zoti Armando Subashi.